Këta shumica këtyre virusëve janë virus që ndryshe quhen virus respirator, pra që prekin traktin respirator, rrugët e frymarrjes edhe atë epitelin apo mbulesën e rrugëve të frymarrjes. Edhe këta, domethënë, vetëm përmes rrugës frymarrjes mund të hyjnë në trupin e njeriut. Edhe përmes gojës normalisht. Edhe këta pasi të hyjnë në trupin e njeriut, krijojnë një reagim të imunitetit tonë, që ndryshe reflektohet si ndezje, ose si inflamacion. Edhe shenjat e këtij inflamacioni pastaj ne i përjetojmë. Pra gjitha këto shqetësime që ne kemi pas infeksionit me gripin, dhimbja e trupit, temperatura, ethet, pastaj dhimbja nyjeve, kolla e kështu me radhë, gjitha shumica, domethënë, e tyre janë si pasojë e ndezjes që organizmi si më thënë, i përgjigjet në një infeksionit viral. Pra infeksioni virusi si virus veç e inicion ndezjen, pastaj ndezja jep këto simptoma.